Të dashur miq, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit ku me musafirët e mi tani do të përqendrohemi më tepër në emërimin e ministrave të ri dhe në zgjedhjet e 5 qershorit. Zotri Muhameti, na presin do të thotë zgjedhjet me 5 qershor janë në dilemë se a do të mbahen ajo. Njëkohësisht do të thotë nga partia më e madhe shqiptare kemi pas emërim të ministrave të ri. Si ishini këto veprime të partisë shqiptare në pushtet për thellim të krizës apo për një veprim i cili mundson dalje nga kriza? Jo, unë e konsideroj këtë vetëm si një veprim strategjik të zotit Eliameti për të rregulluar çështjet brenda partijë dhe çështja është çështje strategjike brenda partijake, është një. E dytë, ajo që u bë dramë dhe që u bë pak si komedi që më vjen keq si u përfolën këto emërime në opinionin shqiptar dhe duke ngatruar këto dhe opinionet maqedonëve dhe të bëjnë komedi të tjera, është gjë e pahishme, një, për arsye se çdo parti që konkuron ndaj partisë tjetër, edhe ajo duhet të ketë brumin e vet me se konkuron përballë atij. Unë besoj se atë potesë që e ka marrë zoti Eliameti ka marrë për çështje strategjike për konsolidimin e partisë vet, që mund të jetë njëri prej potezave që i ka rënë me një prerje kështu më të thellë, është çështja e atij, ata që do të thonë e qortojnë këtë ide ose duan të kapin thjesht me këtë përzgjedhje që ka bërë, ato gabojnë. Nëse vjen këto kritika ose qortime nga ana e partive, le të dalë tjetri me një variant tjetër të personelit, qoftë politike dhe qoftë qeveritar që don të vijë don të vijë. Këto është do të thonë çështje strategjike dhe kualitete që një parti duhet t'ia ofrojë tjetrit. Atë që tha edhe Fatoni se ishte pahishme të paragjikojmë në njerëzit se kush janë, se janë, pse janë shumë të rinj. Mirë, po mendoni që ka qenë veprim i duhur i zotrit Ahmetit? Interesat e tij strategjike për partinë e vet është shumë i duhur. Gjefjala. Mendoj aq se e ka gjikohu dhe tash që reflektohet se mund të mos jetë të tëra, do të thënë pjesë e strategjisë aty, nëse nuk mund të jetë realizuar ata, i ka emëruar pikërisht ai apo ato që rran e kanë thënë edhe nga një të tjetër, është çështje tjetër. Çfarë bëni me këtë? Sipas nga kondi imi analizës. Njërë i ka dhënë një goditje këtyre partive të tjera që quhen opozitare, që gjithkohon janë lëvduar se ne kemi të ri, moshë e re, pa hipoteka, pa këtë, kanë në ment ama kur dhe marrin programin që do të japë, do kush do të realizojë kanë më mirë se ky. Tash ky u dha një goditje the. Moshatari këtyre që janë emëruar tash këtu ministra nga ana e zotit Ahmeti, në partitë tjera ngjet pllakata për një të moshës të aty që ki i rëzoj prej qeverisë për x punë. Tash kjo do të qojë të reflektojnë ato tre që janë i dyti apo i treti në x partit, mos i përmendim emrat, se ky më i riu i kësaj partije, në falë këti hipotezi strategjik që bane, ky arriti deri në ministër, ky qetri është pikë pyetje se përse do të zhvilloj aktivitetin e vetë në atë parti, jo për interesin e brezë, por ta qetë një brez i cili këtu tash urzu për x shkaqe të ndryshme. Një, e dyta, unë mendoj se i ka dhënë goditje edhe aty në lëvizje të mbreshme të quajtura gjoja reformatore, që janë poshtur larg nga këtij brezi, afër nga këta që ranë, edhe parafarsisht edhe pak të pëllim mund të jenë, sa këto ose më pak se këto, ka bënë do të thonë dy goditje brenda që tash i çon njerëzit të reflektojnë, po jo të reflektojnë nga një optik shumë ma e paonshme, por shif kush e përfaqëson shqiptarët. Ai ka dalë me këtë brunë. Ti s'ke drejt të thosh se pse e ka. Zotri Muhameti, a mund të kapemi nga një kënd vështrim tjetër, do thotë se një parti e madhe në pushtet e cila është tani më 13 vite në pushtet, mos të ketë kuadro, do thotë kualitative. Kjo është sipas disa analizëve është nënçmimi i intelektit shqiptar. Jo, ato analizat kanë shikuar ka pas kështu, edhe analiza këtë. Milion që janë të rej, është e para parti që një garnitur të rej shqeqitin. Ata mirë, po sikur t'ishin gjemë tanë, ato do të arsitoshin këtë. Nga ki kant janë shikuar disa kritika, dhe që disa parti kanë edhe në përkombëtesat e vetët, që vjen brezerin, ne dim, ne jemi kështu, kemi kravata, këndë e ndaj, dhe më thonë që nga i kanë nuk do të shikuar në gjërët. Një, e dyta, ne realisht të marrëm, nuk kemi, do të thonë, një parti që mendon që tanat kapital social, intelektual e moral të shqiptarëve, pa ato kufizime partijake të nxjerrin në atë, për arsye se
këto të shkohet pak në elemente ngushtësisht partijake. Unë e quaj bile shumë bjefjala, një turp deri gjithë që ka qenë i një partije, tash mund të jetë edhe turpi i gjithë shqiptare, për arsye se a bëhen të reforma në Maqedoni të sistemit politik, e kemi profesori këto të ekonomisë të kësaja, të allakatjes së sistemit partijak të shqiptarëve. Në vend që të merren doktorët dhe veterinarët e qerë që kanë dalë me sistemin politik, turpi tash që nuk janë rritë, nuk ka shfaqje aty, kemi di universitete, profesorët e sistemit politik juridik, a desh të prejnë këtyre procesve, pa marrë parasysh që është në BDI, është në PPD, është këndë, ose sa shetonën të marrësh të japësh kontributin tënd po që se jep në parti, ose të kandidohesh për deputet. Programin ekonomik që u mungon shqiptarëve, le të bëjnë ato di fakultete ekonomike që kanë di universitete shqiptare. Tash mungesa e fakultetit ekonomik dhe programit ekonomik të shqiptarëve, do të qetë tash turpi në vallë i dy këtyre fakulteteve, edhe dy fakulteteve juridike dhe politike dhe administrative që kanë UTE dhe kjo tjetra, mandej të jetë një turpi i vogël i këtyre partive që s'kan mund gjithë ato kuadra universitare në mënyrë shumë gentlemane, pa marrë parasysh që të jetë partizani kësaj partisë, doktor profesori ose ajo. Dhe kjo e nuk është vetëm e kësaj partije, është të gjitha partive. Merrem me mend tash atë që tash në këto reforma ne kemi humbur tash shumë bjefjala. Në sistemin politik është profesor shtyllë kryesore sistemi elektoral për një sistem politik ose për ata që pretendojnë se do reformojnë diçka. Kur e humbish ti reformimin e sistemit elektoral, do të thonë tërsinë e kodit elektoral ti ta bën qetër kusht dhe hiç ti nuk të interesohesh qoftë je në opozitë, qoftë pretendon në opozitë të bësh ridefinimin e Maqedonisë ose federalizimin këtë, kur shtyllën kryesore ai e ka bën për vete tash. Kupton? E tash. Ne këtu të marrëm shembull ç'mund na mësoj bjefjala si vepron Gruevski. Ai ka brezën e këtyre të rive që mund të jenë 10 vjet pak. Kryeministri i qeverisë teknike Dimitriević, sociolog, është se brez quhet jo 40 vjeçar. Është. E brez quhet jo një gjenerata e lindën më një vit, por brenda 10 vitesh. Për atë quhet ajo 30 vitesh një. Gjenerata, po, mund të zgjat brezi 30 vjet. Gjenerata e viteve 20, 30, 40, 50. Do të thënë gjenerata përfshin brenda një gjëran, brenda një 10 vjeç. E tash, ky që nuk e njofën çdo respekt to që janë emnu, ministri ma pak i moshor për këtyre të rive, ka që kryeministrit Dimitriev mund të jenë në gjenerat, nëse i kap 10 vjeç, ose diçka në gjenerat. Gruevski dhe të tjerët, a morën prej diasporës, disa kuadra, diaspora shqiptare, duke u nisur nga Zvicra, nga Holanda, nga unë që njoh vetëm unë që kam bënë një listë për nevojat të tjera, deri në Chicago, mund të sjell po të ishin partitë zemërgjëre dhe vizionare, kuadra që ministra që do të shkoshin do të përkullishin deri në të Kpus. Pse nuk bën ato zemër? Nëse është interesi gjithë personelit të zgjedhur, edhe politik, edhe qeveritar, edhe administrativ, interes i tonë shqiptarëve, partia më e mesur do të bënte këtë potestë që tash, mirë u bë, në të ardhme. Ne tash do të tërpnohemi si shqiptarë se ne na quajnë se 20 vjet bën njëri universitet, 15 e diçka. Qetëri bën aty afër. Këto kuadra, ki kapital social, intelektual, morale, kret, do të thonë dietare shqiptarëve, është lanë jashtë këtyre proceseve, jashtë këtyre rrjetëve, ose dikush flet në mund, ose dikush do një tutkun që e zgjedhin ato, pretendon të përfaqësojë profesorin ose ne mund të atyre të flasë. Këto janë dobësitë tona këtu, kështu që unë nuk do të kisha bërë debat këtë çështje. Pse? Kur i ka zgjedhur ai atë potezën që ka bërë, qeveritë teknike. Qeveria teknike ekzekuton gjërat vetëm teknike dhe a funksionon shteti, a ka ai arsimit, a ka shkolla dhe një problem drumshe këta, shëtigje këta, nuk mund të sjell vendime politike një qeveri këtij. Por tash ai çfarë ka hedhur? Ka hedhur inspirancë tash se këto nesër mund të jenë deputetët, kandidat për deputetët e ardhshme dhe ky brez. Pse ti nohesh aty, pse e bën atë strategji, njësoj sikur Zaevi që i thot Gruevsit,
pse e bën këtë veprim? Mos çështja e tij të zgjidhë strategji dhe kush që mëson atë strategji. Secila parti do të merret me kundër strategjinë e qytetit. Nëse kjo ka nxjerr këto pesën, ai tash do të nxjerrë një pesë për diasporë, ai që pretendon të kundërvejet programmatikisht, edhe principialisht aliamentet të tjerëve, një pesë për diasporë, një për aty në 3 femna që kanë kokën njësoj atë dejen kapacitetin e Fatime Fetajt, që në këto, po të ishe zjetë tani Fatime Fetajt në këtë grupë, gjithë që ta prapë do të thoshin, ku e zgjodat këtë që nuk... Po si doli ajo? Edhe këto ministra, kanë një investim individual, kanë investim familjar që i kanë ngrit ato, është pjesë produkti ati universitetit. Zotri Spaju, mendoni që është një veprim i duhur i Ali Ahmetit, apo vërtet, si pas disa burimeve tjera, do thot analistave, kanë nënshmu spari intelektin shqiptar në përgjithësi se ka profesora dhe në një kohë krize, ky eksperiment do t'i kushton thjesht partisë në pushtet? Kjo lëvizje që u bo, kjo rotacion që u bo në qeveri nga pjesa e BDI-s është i vonuar. Unë kam pas qëndrim për këtë punë që në janar të këtij viti, le ka qenë në për portale të ndryshme, është i vonuar për arsye se pikrisht është pjesë e kësaj hutije që solli, dhe mirë u bo që u bo ky rotacion. Tashti nuk është se ne nuk mundi, do të Niazi mirë tha që ne nuk mund shumë të hymë, se unë nuk jam antar i BDI-s dhe nuk mund shumë të hymë në punën e tyre, nuk mund të hymë shumë në programin e tyre, për arsye se tashti vjen sikur ne i diktojmë atij të punën, më fal. Jo, ne kemi do thotë të shohim nga prizma jon, do thotë zotri Niazi në tash në prizmin e analistit, ndërsa ju nga ana e profesorëve. Si kanë ndikuar nxënësit të shkelin do thotë në atë aspekt profesorët dhe të shkojnë të mbrohen për ministra, kur ndoshta gjysma për tyre, a mos parafrazojmë tash mirë, po gjysma për tyre ndoshta kanë pasur edhe probleme gjatë krijimit të studimeve, mos paragjykojmë tash. Tani festivu, se kam problem që edhe emër për emri, po ka një pjesë të këtyre ministrave që janë zgjedhur, tash ti më mund të themi ministrat e respektuar të BDI-s, janë pa përvojë, ajo shipet, janë të ri, janë pa përvojë, janë qënë pozitën e administratorët të ri kanë shkuar dhe të përzetin në ministra, dhe kjo nuk është për mendimin tim në rregull, nuk është se kanë mohu inteligjencën shqiptare. Unë plotësisht pajtohem me zotrin Niazi se u desht përderisa mirren votat e gjithë aty në shqiptarëve në diasporë, ku diaspora shqiptare fitoi Kërçovën para 3 viteve. Dhe në këtë rast unë do të thonë, jo absolutisht nuk jam lokalist, po le që nuk pat asnjë ministër nga Kërçova, po të kishte spaku një ministër nga Kërçova, nga diaspora e Kërçovës, që kemi mbi 70% ashtë të Kërçovës e kemi në diasporë. Që nuk taku se i kanë hub 3 deputet në diasporë? Ashtë nuk i kanë hub ato. I ka hub BDI-ja, i ka hub PDSH-ja. Nuk i ka hu popullata, si kam hupun. Të gjitha bashkërisht. Pikrisht, tash bashkërisht, prapë do t'i hupim neve tre. Nuk i kam hupun. As unë si votus. I ka hup ajo që i ka udhëheq me zgjedhje, që është BDI-ja, dhe i ka hup PDSH-ja që ka qenë në garusën ato zgjedhje. Dhe pastaj ishin edhe dekrete këto tjera, tash mos lejnë ndonjë anësh, po. Edhe shumë diskutabile kanë qenë listat e. Lista nuk diskutohet, ajo nuk diskutohet, ja shifet ajo lista, që është në dëm tonin, po. Tashti ato zgjedhje, ato 3 deputet i hupi BDI-ja dhe PDSH-ja dhe të gjithë ato që merrin pjesë, të gjithë shqiptarët që merrin pjesë në ato. Jo popullata, jo kushërinim që punon nga 6 motor në ditët. Ai nuk ka humbur asgjë, ai ka shku, ka votu, është kthyer në shtëpi. Aq ka mund. Bile ka ardhur dhe me aeroplan prej atje, ka votuar në Kërçovë dhe është kthyer. Ai nuk është fajtor. Këtu është gabimi i partive politike që u hudhin në gabimin e popullit. Populli është elektorati, populli është ai që duhet respektohet, jo partia politike. Dashni, Fatoni mirë tha, listat zgjedhore që tashti kur të vije puna e pastrimit tani, kur të vije lista e pastrimit të këtyne do pastrojnë shqiptarët nga ato lista. Unë pata parasysh se dhe duhet të paraqiten ata në diasporë, mandeti u vinë të dhënat këtu në Komisionin Qendror Zgjedhor. Duhet të paraqiten ata paraprakisht. Aty ka edhe shumë lëshime. Aty përgjigjem atë që don, atë që don do të mora shembull gabim, po ti përgjigjem aty ku don festimi. Fitimi. Problemi është që edhe kur do të vi
përsëri të ju faton të them. Edhe kur do të vit është i pastrimi i listave që me pas zgjedhjet e lira demokratike, fair, kështu me radhë. Kush do të pastrojnë nga ato lista? Diaspora. Pjesa më e madhe e diasporës shqiptare. Pjesa më e madhe e diasporës shqiptare. Mbi 100.000 shqiptarë do të mbeten në zgjedhjet e fundit. Ka ardhur nga Zvicra të votojnë për kryetarin e komunës, nuk është në listë. Edhe pse u hesh pastrimi i listës në diasporë? Edhe për deputet kur jo je jashtë i regjistru, jo je brenda. Njëri ti thon je këtu, ai është në Zvicër, ai që është në Zvicër thon jo, ti, do të thon këtu në huti, si tani. Dhe kjo nuk do të bëhet. Po prapë të them, te ministrat, se aty e lash. Më erdh keq se unë prita këtë radhë, personalisht prita këtë radhë që vetë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim do t'ja emëroj këto ministra. Që nuk ndodhe ashtu. Edhe vetë shefi i kabinetit zotri Grupi tha që është ekskluzivitet i kryetarit Ahmeti të bëj për zgjedhjen e ministrave. Nuk ndodhe kështu. Tash i mund të themi gjithë ditën se kështu ka ndodhur, por nuk ka ndodhur kështu. Ministrat shifet se prej kujt janë zgjedhur. Këtu ka 2-3 veta që kanë bërë për zgjedhjen e këtyre ministrave. Si kanë ndesh ato? Ndoshta ka 1 ose 2 nga këto, se nuk janë pak, janë 2-13 veta. 1-2 mund të jenë propozimi kryetarit Ahmeti, por të tjerat janë të gjithë dihet se janë të dërguar ose të infiltruar nga persona që më herët kanë punuar shef kabinet. Mu më gëzoj fati që nga ministrat që kanë qenë nga 2 apo 3 apo 4 herë, disa prej tyre kishin marrë edhe apanash që më lën të kuptoj se nuk do të jetë marrë në qeverinë e ardhshme, nëse BDI-ja e fiton zgjedhjet. Më gëzon fati që disa që kanë bërë nga 3-4 rrotullime deri më tani, që s'kan lënë ministri pa kalu, do të jenë në pushim veror. Kjo pak sa më kënaqi, edhe a do të mbeten këto të rit, që janë këto të mund ta quhet Republikës Krushevës, 14 ditë, aqen e këto 14 javë, apo do të kemi zgjedhje në tetor, apo do të kemi zgjedhje bashkë me lokale. Kjo është një pyetje e madhe. Unë e thash edhe radhën tjetër në intervistën që më bëni të vonova që Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-ja do ta bëjnë këtë potestë që e bën, do ta shpërndajnë parlamentin me na çu sa më shpejt në zgjedhje të 5 qershorit. Këtu mundu se kanë plotësuar disa nga kushtet që i kanë në marrëveshjen e Prishtinës që përmendet të fatoni, po gjë që është e pamundur. Unë vetë them që uroj këtyre ministrave të ri se këto spaku një vjet do të jenë në ministri. Tashti le të dëshmohen dhe le të na hekin dyshimin që kemi se ato janë të ri pa përvojë. Ashtu kemi pasur edhe zotrin Celenkovski, 28 vjeçar, kryeminist. Georgievski ka qenë kryeministri më i ri në Ballkan. Zëvendës kryetari i shtetit 24 vjeçar. Vetë zotri Gruevski ka qenë 28 vjeçar kryeminist. Sot Dimitriev kryeministri është mosha e jon, mosha ime fatore, është 40 vjeçar. Nuk është kjo. Paksa let hapësirë se këto ministra aktual do të jenë të dirigjuar nga të vjetrit. Dhash Zoti ka bëj. Unë edhe diçka që nuk e besoj. Për ta përplotësuar këtë që tha tash. Këto ministra se s'kam personale me asnjërin prej tyre. Absolutisht. As që kam ndërmend, as nuk kanë zonë vend mua. Simpati si emra si kandidat. Unë le të ndreshim figurat ajo që ka thonë ai filozofi Lekos Mat kur i ka zonë Hel. Do të çfarë bën ta vizitoj këtë, mos më prish figurat, mandej do vizitoj unë me ti. Le të ndreshim figurat. Mirë po, këto figurat i kanë të ndreshme, të quajtur programi i BDI-s që ka shku. Këto tash mjerish këto që do të më dhimbën mua se këto do të zbatojnë atë gjë fjala. Vetëm një shembull do të jap se ku do a desh të përqendrohet opozita shqiptare, jo të godaset të këto, po të programi. Unë bele me njerin kompetent të këti dikasteri, kom bisedore, i thash kështu. Dhe gjo, do të ndryshohen disa gjana, a ditë se jetë që ka ndodhur në arsim, ishe parapav në kohën e Savo Klimosit, ti bile ke shtohu disa gjana ati plus. A ditë se nesër edhe ajo opozitë që pretendon të vjetë, do të those për librat shkollore,
prap kanë ndodhur gabimet teknike. Nuk është gabimet teknike, po për ta ndryshuar ato gabimet teknike, në arsim duhet të ndrysh mos pak 10 ligje në arsim që asjell në kohën e BDI-së dhe të PDSH-së etj. Domethënë se është futur ideologjia e slavizimit të sistemit arsimor. Këto ministrat do të zbatojnë atë që nuk është faji atyre, përgjithësi atyre që... Zoti Muhameti, këtu unë kërkova sot që vërtet duhet të kemi një nga këto të BDI-s, një përfaqësues të BDI-s. Sa për informacion, do thotë është drejtu ftesa deri te 3 përfaqësues të lartë të BDI-s, mirë po nuk janë përgjigj ftesës. Nuk prish po, ne nuk bisedojmë më shmëresh. Jo, do të kisha pas shumë qef se nuk... Kisha dash më shkurt që t'japim fjalën edhe Fatonit. Kërkoj ndjes. E rregulloni ju pastaj. Do ta kisha pas dëshirë të kem, po kur vjen se juve shumë mirë se këtë parës kur thatë që kemi 2 universitete, Universiteti është 22 vjet, sot i bën 22 vjet. Universiteti Evropës Juglindore i ka edhe 5-16 vjet, dhe universitetet të tjera që kanë kuadër shqiptar, nuk është se nuk kanë bërë pra dhe, po kur vjen ke çështja e arsimit, kur vjen te çështja e shkollave shqipe, kur vjen te çështja e librave, mos flasim për klasën e 6 historisë shqiptare, mos flasim për reforma që i quajnë reforma. Është një katrahur, këtu mund mbetemi 2 javë pa dalë për i kësaj studioje dhe beso që mund të lejmë biseda pastaj edhe për 2 javë të tjera. Nga që arsimi është lanë në atemi. Bile është montu, ajo ideologji? As pak nuk punohet në drejtim. Pa ndryshim të legjeve s'ka, ndryshim të... Qarë kemi? Në Qajir kemi momentalisht 2 shkolla që undrune, 2 shkolla nuk undrune. Unë të kisha qenë në vendin e Pishtarit sot isha nënshkruajtur të 2 emra. Dhe nesër le të më shkarkojnë. Nëse donë të më thotë që unë nuk jam i varur tani nga i struktura, le të urdhëroj le të nënshkruaj nesër 2 emrat e shkollave. Ministri aktual le të nënshkruaj 2 emrat e shkollave, le të thotë që ja, unë nuk kontrollohem nga ish ministri ose prezidenti. Mos kontrollohet kurse është emëruar nga ajo parti, Jo nga ish tash, dëgjoj. Pse Bashkimi Demokratik për Integrim nuk don ti nënshkruaj këto 2 emra? Këtë do të thoni? Jo. Unë desha të them që vetëm kontrolli që vjen te ministrat vjen kryesisht nga lideri i partisë. Absolutisht. Thuni tash programi. Por programi i BDI-s është që këto 4 emra, tash mos gaboj unë. Këto 4 emra kush i solli? Kush i vu këto emra? Është Imri Elezi. Imri Elezi ka qenë ushtari i UÇK-s, ushtari i BDI-s, ushtari i liderit. Dhe tash nuk mendon ai. Le të urdhnoj Pishtari, le të nënshkruaj shkollën, le të nënshkruaj letrën, emrin e Imri Elezit dhe le ta ndroj Arajkon në Ismail Qemaj. Le ta bëj këtë. Nëse do të mund të beso Fatos, nëse do të më vërtetoj e mua se është i lirë në vendimmarrje, le ta nënshkruaj nesër. Le ta bëj këtë lëvizje. Edhe nuk është korrekte kur ke veteran të BDI-s që kanë ndru sa ministri, që nuk e bën këtë veprim, dhe tash nga Pishtari, i cili posa u emru, dhe ram dakord se ka shumë gjasa që mos tjenë edhe aq me përvoj sa duhet nevojshme për vendin ku janë emru, dhe ti kërkojmë tani kretë këta ndryshime radikale në politikën e BDI-s, më duket pak e tepërt. Është momenti. Kjo që i vlerësojmë ne, si tash më të ri dikush thot ofendohet inteligjenca shqiptarëve kështu me radhë. Prapë unë nuk du të futem në atë. Jo, absolutisht. Mirë po. Kam përshtypjen se ndoshta një mix do të ishte pak më balansues. Themi, nëse janë 12, mos gabofsha bashkë me zëvendës ministra, atë themi të ishin 6 me 6, 7 me 5 ose diçka e ti, që të kishte edhe një përvoj bashkë me atë gjakun e ri, që do t'i shërbente edhe për atë që thash më herët ti tërhek caqet e vjetra nga mediat, nga plani i parë, të futen njerëz më të ri dhe për cilët nuk ka se çka të vërehet shumë. Dhe përsëri del në fund se është një potesë strategjik, si thotë edhe zotni Niazi. Mirë po, mu më intrigoi pak më herët edhe biseda rreth reformave në arsim. Dhe unë shumë më thelpsore e shoh atë
që duhet të pranohet se reforma për arsimin e mesëm i solli të mira, të themi, arsimit të mesëm, mirë po jo arsimit të mesëm të shqiptarëve. Sepse, në që se flasim për Maqedonasit dhe të tjerët, ata i kishin edhe infrastrukturën, kishin klaset e shprasta, kishin kuadrët profesorët të cilët ju jepnin mësim shqiptarëve. Dhe klasa gjojase me gjuhën e mësimit Maqedonet 100% me shqiptarëve, ndaj kështu me radhë, derisa ne, edhe pa u bë arsimimi i mesëm i obligueshëm, ne kishim probleme me infrastrukturë, me objekte nga më elementare të kushtet të paplotësume, e jo më tash si u bëj obligueshëm dhe u 4 fishu, u 5 fishu, sa u bë. Aspektet të përgjithshme të reformës, bje fjalët testimi ekstern ose intern. Nuk flas për testimin, profe. Unë mendoj se këta reforma ishin të nevojshme dhe domosdoshme, mirë po, jo me këtë radhitje. Paraprakisht duheshte ministri që propozojnë, mos gabofsha ishte zotni Ademi, të thotë, po, do ta bëjmë këtë punë, mirë po, njëherë do ta hapim një shkollë plus në Struk, 1 plus, 2 plus në Gumanov, 3 plus, ti ndërtojmë këta. Pastaj ta bëjmë të obligueshëm të kemi ku t'i qëmë ata fëmijë. S'kemi ku i qëmë. Ta zhvrapojmë në për komunat që lim shkollën. Faton këtu fleti për në aspekt politik të shti, për nuk është aspekt politik, më merren qafë gjenerata. E politizon, unë kam qenë 10 vjetë në të mesme, politizimi është, profe, kur ti e obligon njeriu të shkojë në shkollë të mesme, a nuk ke klasë. Duhet të thoj 3-4 kilometra s'ke transport. Çfarë politizimi që ka kjo është nevojë elementare, s'ka lidhje me politikë. Unë jam më kritik se vetë ju partitë politike ndaj këtyre çështjeve. Unë përkundrazi, ministri të ri i dola pak zot se thash gjithë këtë barë kja hudhim tani këtë të riu, nuk dish korekte. Pikrisht transportin e bën komuna. Transportin e bën komuna. Themelues i, do thënë nëse keni informacion, themelues i shkollave fillore dhe të mesme është komuna, përveç në Shkup që ka disa qytete i Shkupit siç është Ceta Ndimove, disa shkolla. Pse kemi nevojë të transportojmë? Pse s'ju bëjmë shkollën aty ku janë? Mandeta me ligjin të obligueshëm me blok dotacionet, me sa jam informuar, do thotë mjetet derdhen prej Ministrisë Arsimit në komuna. Dakor. Jo, nuk e dini, nuk e njihni këtë problematikë. Të shtim, komuna është themeluese e shkollës. Komuna, kur je themelues, je dhe pronar i asaj shkolle. Shkolla fillore dhe të mesmet i udhëheq komuna. Fakti që detekton Fatoni është se shqiptarët pjesa dërmuese jetojnë në përfshatra dhe të gjithë udhtojnë nga 20 kilometre minimum për të ardhur në shkollë. Të gjithë. Nga Rashka vinë në kohë, nga Radusha vinë dhe për të gjithë këto paguhet transporti. Dhe të gjithë këto vinë në Zeflushmark. Të gjithë tani do të shkojnë në Saraj në shkollën që do të hapen. Plotësisht, politikisht, ka të drejtë të thotë që pse nuk u hapë, pse nuk mund ne të bëjmë tashti shkollë të mesme në çdo fshat. Dhe ky borxh që u mblodh, komuna rurale mundet. Ky borxh që u mblodh vazhdon. Për këtë janë fajtor, pjesë më të madhe, pjesë dërmuese janë fajtor kryetarët e komunave, bashkë me drejtorët e shkollave, menaxherët e dobësia më e madhe, jo vetëm me kësaj gjithë është jo këto aspektet teknike të reformës që thosh dhe të transporti janë gjona më tepër administrative. Gjithërisht kapte transporti. Unë prapë them, duhet të sigurojmë infrastrukturën, transportin. Është punë e vogël punë transportit. Ish ministri Ademi që nuk e di këtë gjë. Siguroj shkollat, siguroj objekte, ti mandej bën të obligueshëm, transporti është e fundit unë atë thash vetë kështu ka. Do falë zotë. Punë e vogël. Zotë Lenzi, do falësh. Tjetër ishte që po përsëris, tjetër ishte ministri Ademi që nuk e dinte këtë punë. Që nuk dinte asgjë nga çështja e arsimit. Ai mund të ishte ministri i suksesshëm në çela ministri, por në arsim nuk i dinte këtë punë. Dhe krijoi probleme. Që këto probleme tashti do të vazhdojnë. Kur jemi të arsimit, thash mund të mbesim 2 javë ditë këtu. Unë nuk e di, as nuk e kum ndjek ministri Ademi kur ka qenë ministri çela resore. Por këtu në arsim
së paku kam qenë i detyruar nga vetë profesionit ta ndjek. Dhe asnjëherë besoni nuk ka qenë si duhet apo i përgatitur për reforma që i ka shfaqur. Më kryesore. Kjo qëndron. Dhe këtë nuk e mohoj. Jo vetëm për BDI-n, edhe ata që do vinë. Do të thonë, a kemi ne shkollë sistem arsimor që është në mision të identitetit shqiptar, të kulturës shqiptare. Kjo është më tragjike gjithë që në këtë reformë as kush nuk e ka trezor atë. Gjefjala, mësimi historik që është njëri prej vektorëve më interesant për konsolidimin e një. Është Gjylan në klasë të 6. Është çështja transformimi i projektit të Akademisë së Shkencave prej enciklopedie, duke nisë prej abetarit që është bukfar tash abetarja shqipe. Bukfar është. Që në shtetet tjera bën debate, absolutikisht nuk mund të shkruaje të përkthehet libër matematike për një gjuhë tjetër, gjefjala në Spanjë, katalonët që zëjnë më të. Për arsye se të çdo popull e ka logjikën e matematikës të lindur. Mënyrën e vet. Nëse ti ja përkthen atë tekst prej spanjollëve, ki do ta humbi aftësinë e logjikës matematikore, që shqiptarët janë të njohur se kanë një logjikë specifike. Çfarë bëjmë ne tash? Tekstet e përkthyme prej autorëve maqedonës, që edhe vetë se kishin të qarta, unë nuk jam matematikon, nuk marr vesh, ama kur e pash se matematikani biri të vetë mund të shpjegonte, me përkthim të keq, është përkthy logjika aq mbrapsht në zonëve shqiptare në lëndën e matematikës, saqë të gjona. Çështjet e muzikës. Kompozitorët maqedonës janë numër 1 atë që s'duhet të figurojnë asnjë, se muzika është një prej elementeve që krijon një identitet të ai popull. Muzika në dakord neve muzikë. Te gjeografia, mos folim të gjuhë shqipe ku abetarja është faktikisht bukfar i përkthim në atë. Kjo është tragjike që as opozita, as këta e shikova në programin tash që kanë dalë, koncepti i integrimit është koncept një, faza e parë akulturimit dhe slavizimit në këtë rast. Si do të më bësh tani të të votoj. Si do më bësh të të votoj. Si do më bindish mua që të të votoj. Jo vetëm Zotëri Spa, ju kisha kërkuar ndjes nga regjia më bëjnë të dije se duhet shkojmë në një blok të reklamave, të kthehemi në pjesën e tretë. Nderuar shikues, kthehemi pas pak.